Përshëndetje, sot do të flasim për një gjë shumë interesante, për një studim të fundit përse përket herpes zoster, që ne e flasim në gjuhën profesionale, shumë nga ju e njohin si zjarri i natës ose fuoco di Sant'Antonio. Herpes zoster. Studimet e fundit tregojnë për efikasitetin e një vaksine që është aprovuar nga FDA dhe EMA që në 2017 dhe rezultatet e tanishme kanë treguar që ka një efikasitet mbi 90% të shpëtimit nga kjo sëmundje. Po le të shikoj pak së bashku çfarë është herpes zoster, që përbëhet herpes zoster simplex dhe herpes zoster që shkakton dëmtime më të mëdha. Virusi që e shkakton herpes zoster, çudia ndofta nuk e keni dëgjuar, shkaktohet nga varicella zoster, virus i cili është i njëjti që shkakton linja e dhënëve ose varicella. Ne e dimë shumë mirë që një person që s'e ka kaluar varicellën në fëmijëni, edhe kur të rritet do ta kontaktoj atë në të ardhmen dhe do t'i shfaqet me ato thuskat në fytyrë ose në gjithë trupin, por sidomos tek fëmijët. Çfarë shkakton? Pasi infekton me këtë shfaqje që thash, pas infeksionit fillestar ai lokalizohet në ganglionet nervore dhe riaktivizohet më vonë si herpes zoster, pra varicella. Ndërsa herpes simplex shkakton herpes simplex virus, ajo që shfaqet në buzë, në hund, te goja ose edhe në fytyrë, ose një shfaqje tjetër absurde ka dhe në organet gjenitale, pra lezione të vogla që janë zakonisht shumë të bezdisshme. Si lokalizohet? Shfaqet unilateral në një anë të trupit ose të fytyrës, ose djeg një dermater nervor, themi ne, zakonisht në trup, toraks ose në fytyrë. Ndërsa herpes simplex shfaqet, siç thash, në zona të vogla, siç ishte hunda, buza, goja dhe organet gjenitale. Shfaqjet klinike janë dhimbje e fortë, ndjesi djegje ose shpim, si shpim gjilpërash, më shpon trupi, më djeg trupi, ndaj thon zjarri i natës ose fuoco di Sant'Antonio, para shfaqjes së skuqjes. Vezikulat të grupuara të cilat qahen, më vonë krijojnë plag ose dregës, si i themi në gjuhën popullore, shpesh lë nevralgji postherpetike, pra dhimbje edhe mbasmuesh ose edhe vitesh të tëra, që duan një trajtim kronik, dhe ky është herpes i vërtet. Zosteri zakonisht ndodh një herë në jetë, por kur gjen kushtet përsëritet, sidomos te të imunokomprometuarit. Ndërsa simplexi përsëritet herë mbas here, siç thash, me ato shenjat e vogla, hund, buzë, gojë dhe organet gjenitale. Ato kanë shpesh komplikanca edhe që zgjasin ndër vite, sidomos zosteri, herpes zoster, lë nevralgji postherpetike, kur ka prekje okulare mund të rrezikojë edhe shikimin, ose mund të lë paralizë faciale, humbje dëgjimi e kështu me radhë. Por edhe herpes simplex, që shfaqet e mbas here, dhe ai mund të shkaktojë pasoja, siç është encefaliti, si mund të jetë herpesi neonatal, që është shumë më i rrezikshëm, dhe infeksione gjenitale me komplikacione obstetrikale dhe ginekologjike. Si trajtim çfarë kanë? Të dyja trajtohen me antiviral. Antiviralet shëndetësishme që të fillojnë që në 72 orët e para të shfaqjes së tij, për të dhënë një rezultat. Por ne dimë që varicella ka vaksinë vetë që nuk është e detyrueshme, por siç thash, nëse infektohemi një herë, ajo është dormiente, është duke fjetur në trupin tonë në ganglionet nervore dhe mund të shfaqet edhe mbas here. Vetëm kush e ka provuar zjarrin e natës, kur del në shpatull, në gjoks, në fytyrë, me çfarë dhimbje, tamam sikur të shpojnë me gjilpëra. Dhe vaksina që ka qenë vaksina e gjallë, e dobësuar, e virusit, e cila ka vërtetuar që ka një efikasitet 50-60%, ndërsa vaksina e fundit rekombinante, jo e gjallë, me ndihmës, e rekomanduar aktualisht, është ajo që përdoret jo vetëm në moshat mbi 50 vjeç, por edhe personat mbi 18 vjeç që janë me imunosupresion, me patologji të ndryshme, që mund ta përdorin atë, por ajo që është parë edhe më efektive dhe rezultatet e fundit tregojnë që edhe në moshat mbi 70 vjeç ka dhënë një efekt shumë të mirë me një përqindje mbi 90%. Kush e di dhe kush ka zjarrin e natës, kush ka herpesin e bezdishëm në buzë,
në hund, në goja apo në organet gjinitale, e di shumë mirë se çfarë do të thotë. Dhe sot është mundësia, mbas publikimit të këtyre rezultateve, që me një vaksinë të herpesit, jo atë të zakonshme në orarin të gjallë në dobësor, por me rekombinanten, të zgjidhësh këtë problem. Edhe mbas 10 vjetësh thuhet që nuk kanë pasur më komplikanca të herpesit zoster ose të herpesit simplex. Pra është një novita, është një re shumë e mirë në shërbim të shëndetit të njerëzve. Shifemi në episodin e radhës.